përfshirë brenda edhe herojnë dëshmorin e Kosovës, Ilir Konoshevci. Janë vrarë shqiptarë te i kufirit dhe te i kufirit. Pjesë e këtij skenari. Unë e kam pas bërë dhe atë emision. Sigurisht që ai është shitur, pra çdo informacioni që ai po lviz, po lviz me armatim, ai është vërë bashkë me Hazir Malën, me mjekun e Bayram Curit Hazir Mala, i cili e ka marrë të plagosur dhe ka transportuar në Kurris për më shumë se 1 kilometër e gjysmë. Dhe autorët janë kthyer prapë, i kanë vrarë të dy, i kanë futur poshtë urës, i kanë mbuluar me gurë. Pra synimi i autorëve nuk ka qenë thjesht vrisni Ilir Konoshevcin. Ata kanë menduar që ky ka një shumë të madhe parash dhe kanë shkuar për të marrë paratë. Sepse në Tiranë ata e dinin që një shumë bëj fjalë për një shumë diku tek 1,5 milion dolçmarka, dolçmarkat ishin atëherë. Mirë, po Ilir Konoshevci nuk ishte njëri që mund të bënte gabime të tilla. Dhe prita që u bën ndaj tij, e cila i kushtoi jetën edhe Hazir Malës, babait të shoferit Fatmir Hakle. Me mos gaboj të nesmen dhe një ditë mbrapa, personat që kanë kryer direkt në vrasjet janë ekzekutuar. Dhe njeriu që ka marrë hak, pra, që duhet ta ka qenë Fatmir, ka qenë Fatmir Hakle. Dhe nuk e ka bërë sepse në atë kohë nuk vepronte shteti aty. Aty ka vepruar vetë gjyqësia. Dhe duke sikur po flas për ngjarje që ka ndodhur në Guayaquil të Ekuadorit, po ka ndodhur në Tropoj. Dhe kjo gjë krijoi atë situatë aq të vështirë. Dhe kjo gjë i bëri Haklajt armik publik për Sali Berishën. Po mendon se ka pas dhe Haklajt u bën barre rënd edhe për të majtën, edhe për kryeministin Fatosnano. Dhe Haklajt ka patur një marrëveshje që është bërë në Hotel Rogner. Berisha përpall ka patur kryeministin Majko dhe zotin Meta. Në atë marrëveshje në Rogner është vendosur fati i Haklajve, që në moment kanë filluar eliminimin ndaj Haklit. Shteti nuk u përfshi vetë, por la krahun hapur. Pra, mbylli syt. Dhe i la kundërshtarët e tyre t'i azgjesonin Haklit. Nëse Haklit ishin bërë krime, dhe kishin bërë krime, po, duhet të gjykoheshin dhe të ekzekutoheshin, të dënoheshin. Po, absolutisht. Por ne sot nuk e dim, Ilir Meta ka thënë ai kryeministri, nuk po vriten vetëm vrasësit të Azemajdarit, por po vriten edhe vrasit e vrasësve të Azemajdarit. Pa shiko si ka shkuar zinxhiri. Dhe pa ka pas gjesht Berisha në vrasjen e Ilir Konoshevcit? Nuk mund ta them këtë gjë, por njerëzit që janë përfshirë në atë histori kanë qenë mbështetës të tij. Nuk mund ta them që Berisha ka patur lëvizje, sepse Ilir Konoshevci thash ishte një personazh lëvizjet e të cilit nuk mund t'i mësonte do kushdo, sepse ishte shumë kujdesshëm, e para, e dyta, në kohën që ka ndodhur vrasja e Ilir Konoshevcit, Sali Berisha nuk kishte pushtet. Sali Berisha ka në përgjegjësinë e vet me